Truni është një botë në vete, që kush në dynjat, apo kërkosh në dynjat, që të thot di për të diçka, ai diçka mundi, pa ai diçka i bie shumë pak, ma pak se pak, bie kur gjë heq. Sen Zotit, krahazim me të vërtetën, shkenca nuk di për trunin. Apo thuj ma bot ma ndryshe, ata që di shkenca për trunin, është një pik ujë ndeti. Kaq. La ilaha illallah që ka fali madhës. La ilaha illallah që ka dhanë Allahu që ka pajis këtë njeri. Njeri është këtu në këtë vend, arrin me mendu, të njëjtën kohë, s'kajnë e tjetër të botës atje. Arrin me bë planet atje, për ushtrin e vetë atje, për flotën e vetë, për biznesin e vetë, për ata për këtë në fund të dynjas. Dhe prap theto dhe prap shkan atje, nuk i do të asë një sekund, as nuk i do të asë një gjysmë sekundi, njeriut. Ka herë ke njeriut, gjithë ke fuqi e fort, e të menduarit, të menagjuarit, planifikuarit, konceptuarit, ka herë ke. Ka për i tronit, rëna në tru dhe ratë për i Zotit. Po ai që ka kriju tronin, subhanahu wa ta'ala. Nëse kjo është pjesë meditimi, për t'ja kujtuar vetë vetës dhe të tjerëve, madhështinë të madhe të Zotit. Dhe sa Allahu, kër e thëtë robit, Koran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dhe në vetë vetën tuaj, keni argumente sa të dëni. A nuk nalini me mendu e me shiku, a nuk i shihni, a nuk i shihni gjymtyrë të jashtme. Shikaj këta gishta. La ilaha illallah. Edhe analizej me detaj çdo pjesë të një gishta, dhe i të thejtë, çdo sen me një tu. E madhësin e tyne, e rënditjen e tyne, forcen e tyne, funksionin e tyne, deri tek vijat e gishtave. Bela qadirin ala nësuje benane thënë këtyne. Allah i madhruar thëtë në surat e l'Qiyame, në ditën e kiametit, do të rinjallë me njeriu. Ashtë kompletuar, pra asgjë nuk na ik neve, nëpse ai kalbet, sa që edhe vijat e gishtave, që këtë dynja ka në efekt shumë të madh që cil njeri ka veç e veç, na me në gjallë, ka mja këthi që ka pas. Bela qadirine, gjithës e jena të fuqishëm, ala an nusawwiya banane, mjau rikëthy edhe njëherë gishtat, vijat e gishtat. Që në myrin direkte e pa Allahu, këtyne që kanë men, shkencës, se këta gishta e pas ka një specifik të veçant, edhe e vërtet e kanë të veçant. Për ata shumë si pas shkencës, në 1 milion, në 10 milion, është vështirë me gjithë dë njerëz që i kanë gishtat një. Dhe sa dal nga dal, dhënia gishtave, vijat e gishtave, e janë argumenti më i fort e identitetit të një njeriu. Me një parasem plastik, e zgjanon hunën, i vryn buzët, e shkurton hunën, edhe që të vetën pasaport, dhe deri dikon, ndryshove identitetin tënd. Por gishtat nuk mund është me ndrysh. Dhe të mishtin zjarën krejt, për mi djek, mi bo rafsh, nuk mund është. Pastaj me fakte që i ke sos të tanë, ke bëjt e vrenë, pse ke ndërhyn to, e bë vetën të lashe, kur ta lip gishtin në dha. Ajo është zatë. O, ju njerës. La ilaha illallah, Muhammed Rasul.